لله وحده وصلاته والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والحمد الله تبارك وتعالى اللهم فلدن اللهم أعذرم ما ضرم اللهم نبدأ الفارق الكون صلوات السلام على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا رضوان shoqët e tij, besnik, familjes së tij, edhe për të gjithë ata të cilët rrugën e tij e ndjekin dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër për hir të Allahut, me lejtë Allahut subhanahu wa taala, do mundohemi inshallah që disa minuta t'i kalojmë në hir e surës Az-Zelzala, sure medinase, e cila sure që se i ka 8 ajete. Një sure që shumica për juve e dini përmendsh dhe recitoni namaz dhe jashtë namazit, e cila sure është A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Abu Bekri radiallahu anhu kur dëgjoi këtë sure, pasi që u shpall, nisi të çaj. Nisi të çaj dhe e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha o Abu Bekr, pse çaj? Tha ja Rasulallah, më kapi vaj, tha masi që dëgjova këtë sure. Cilë është përktimi kësaj sure, masi që nuk e njohim gjuhën arabe, edhe duhet që ta dini përktimin, kur të tronditet toka me një dridhje të fuqishme. Kur toka të nxjerrë atë që mban në barkun e saj. Kur njeriu të thotë, "Malaha, çfarë ka kjo tokë?" Atë ditë e rëfeni historinë e vetë. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala Zotë ytë e ka urdhëruar atë. Atë ditë njerëzit shfaqet të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat të tyre. Kush ka bërë ndonjë të mirë, që peshon sa grimca atë do ta gjejë. Dhe kush bën ndonjë të keqe, që peshon sa grimca atë do ta gjejë. E tha ja Rasulallah, kër dëgjova tha këtë sure, o kapi vaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi pse çajti Abu Bekr radiallahu anhu. Ka frika, trishtimi, përgjithësia, llogaridhënia, kiameti, rritja e tokës, dalja e të vdekurve, thesarëve prej tokës, i gjallë për Allahu subhanahu wa ta'ala, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha o Abu Bekr, nëse ju nuk do të kishin gabuar, Allahu juve do t'u largonte dhe do të sillte njerëz të cilët do të bënin gabime dhe për Allahu të falë do të kërkoni. Kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me rastin e kësaj sure ne jep fjalë shpresdhënëse. Edhe pse kjo sure flet për ringjalljen, për kiametin, për dridhjen e madhe të tokës, por një të kohë, kur i thotë Abu Bekrit se nëse ju nuk gaboni, atëherë Allahu ju do ju largonte dhe do sillte njerëz të cilët do të bënin gabime dhe për Allahu të falje do të kërkonin. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur të tronditet toka me një dridhje të fuqishme, toka dridhet, tërmetet nuk nalen, tërmetet ka sa dush, po paralajmërime, dëshkime, dënime gjatë jetës së njerëzve. Paralajmërime për dridhjen e madhe të tokës, kur ta bën në momentin e fundit, kupton këtë sure flitet për ditën e kiametit.
Në ditë kur toka do dridhen, kur malet, do shoshitën dhe gjithë shka që ka në të, dhe nuk do të ketë gropa, gjithë do t'jetë rafsh. Ka dridhje e madhe që do të bëhet, dhe malet do të bëhet i rrugë, dhe gjithë do të bëhet rafsh. Omeri radiallahu anhu, duke qenë në Medinë, një ditë u dridh toka në Medinë. U ullë dhe vëdoj dorën pi tokë. Kjo është edhe një nga kerametit e Omerit radiallahu anhu. Dhe i tha, na luaj tokë, qitësohu, dhe undalë tërmeti. Undalë dridhja tokës. E u që Omeri radiallahu anhu, drejtu banorët Medinës. Qëfar gjyna i tha, bët që u dridhë tokë. Qëfar mëkat i bët që u dridhë tokë. Gjeni vlezë se bazi islami i dridhja e tokës, kretë bëhet për shkak të gjynave, harameve që bëhen bi këtë tokë. Paralemrime, përpendim, përkthim tek Allahu subhanahu wa taala dhe paralemrime për dridhjen e madhe kur do të jetë dita e Kiametit. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Mas dridhjes së madhe kur ta bën toka, pra pas që të rondit të toka, edhe toka atëherë do t'i nxjerrë peshën e saj, do t'a nxjerrë atë barën e saj, do t'a nxjerrë çka ka në të. Çka do nxjerrë? Komentatorët kanë thënë se do nxjerrë të vdekurit, pasurinë thesare dhe gjithçka që ka fshihet në barkun e tokës. Atë ditë kretë të nxjerrë jashtë. Toka do të nxjerrë gjithçka që bën barku i saj. Qofshin ato të vdekur, qofshin ato thesare. O qale l'insanu ma laha, po kur njeriu do ta shohë dridhjen e madhe të tokës, kur të shohë Kiametin, kur të shohë se si malet rafshohen, do thotë çka ka toka, çka e gjet, pse dridhet. Wa qala l'insanu ma laha, toka si tokë do të dëshmoj për robin Allah subhanahu wa taala. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Kjo tokë e cila do të dridhet mirë, do të shkatrohet, një në fillim do të rafshohet, do t'i nxjerrë krejt barët që i ka të vdekurit, thesarë. Kjo nuk do të mjafton. Kjo tokë do të prezanton edhe në ditën e ringjalljes. Toka në të cilën e jetën, për të cilën e jetën, ham, pim, flem, punën, mëkatën, adhurën. Kjo tokë do t'jep lajme të haberit e saj në ditën e ahiretit. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. I thanë, ja Rasulallah, wa ma akhbaruha? Çfarë habere do ketë toka në ahiret? Çfarë lajme ka ta me toka? Një prej dëshmitarëve që ka mësë shumë t'i tape lajme është toka. Pse? është prej dëshmitarëve të pandarë të njerit. është prej dëshmitarëve të pandarë të njerit. Sepse nuk mundemi të largojmë prej si toke, për posë se kur do të vdesim dhe kur do të gjallë. Kretë gjyraat i bërë, pi këto. Kretë fjallet i themi, pi këto. Kretë adhurimet i bërë, për këtë jetën e këto. E kjo tokë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë, në filan ditë, filan vend, e bënë këtë. Filan ditë, filan vend, e tha këtë. Filan ditë, e bënë këtë, i bënë gjithë. Që këti dëshmitari një lukë së mikë. Por më shile me një dhonë 4x4, nuk së më mshelë. Jeton bi tokë. Gjyrahi në bënë. E toka, ku në kredu dëshmi. Pas asaj dëshmitari më të madhe ke Allahu subhanahu wa taala. Për mirë ose për keq. Për ty ose për të teje. I ke dy engjëjt si dëshmitar. Ke
Ki dy një gjytë si dëshmitarë dhe vetë veti gjytë si dëshmitarë për dy se kundra teje. A ka ma keq kur vetë veti të dëshmon kundra teje. E adit, ja u meti të hadithu akhbaraha. Atë dit, toka do dëshmoj për gjithçka që bota ka punuar mbi shpinën e saj. Qofshin ato punë mira, qofshin ato punë të këqija. A dit edhe toka, si shumë dëshmitarë tjerë, do dëshmon për gjithçka që ka bërë njeriu gjatë jetës së tij. Vetëm nëse robi Allahut i sinqert dhe voç, besimtar dalet pak mendon e mediton. Dhe në tyre të ajeteve të Allahut mendon. Wallahi shumë gjunahe do t'i pason. Shumë gjunahe t'i pason, se ku do ikim, ku do shkojmë? Ku do të fshejmë? Çfarë varet do t'hy? Kjo tokë e cila do të na shtrëngon, do të na ngushton. Se dhe pakun e kësaj kena me hyr. Kjo tokë thot, o birja Ademit, sot qeshesh mbi shpinën time, nesër do të qajsh në barkën time. O birja Ademit, sot më katon mbi shpinën time, nesër do të dënohesh në brendin e barkën time. Krejt çka e bën mbi shpinën e saj, nesër do ta paguajmë barkun e saj. Krejt çka bën punë mira mbi shpinën e saj, shpërblimin do ta marrin brendin e barkut të saj. E dëshmia e tokës do të jetë e madhe dhe të tjetër. Për gjithë ymrin tonë do të dëshmojmë. Për gjithë ymrin tonë. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Sepse ai i cili do ta urdhëron tokën të dëshmon për ose kundra njeriut, është Allah. Ajo do të flasë me urdhrin e Allahut te bareke ve teala për atë çka ka bërë njeriu. Se pa iznin e Allahit, pa urdhrin e Allahut, ajo nuk do të flasë, nuk do të dëshmon. Bjen Rabbeke awha laha, sepse atë e ka urdhëruar Zoti yt. Yawma'idhin yasduru an-nasu ashtata. A ditë njerëzit do të shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. Yawma'idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum. Si grupe vjedhësit me një vetë, përgujusit një grupë, lënësit të namazit me një grupë, mos respektusit bindëve me një grupë, njerëzit të pamoralshëm me një grupë, dhe grupet të dalë. Dhe çdo kush do të shkojë te Allahu subhanahu wa taala për t'i gjykon grupe. Si pas veprave të atyre të këqija ose të mira. Që kanë falë namazin, kanë me kanë me një vetë. Që kanë dhënë shumë sadaka, kanë bo shumë, këtë kanë me kanë me grupe. Ditën e kiametit, kur Allahu subhanahu wa taala do t'i gjykon njerëzit, ato do të jenë të ndalë grupe, veç. Allahu subhanahu wa taala dhe t'i bon që gjitha të grupe njerëzisht t'i shohin në veprat e tyre që ka i kanë bo gjatë jetës e tyre. Qofshin ato të mira, ose qofshin ato të këqija. Dhe çdo grup do t'a marrë dënimin ose shpërblimin për veprat e tyre për gjatë jetës e tyre. Dhe askurit pa drejtësi nuk do t'i bëhet. Asa një thërmi, si shtot Allahu subhanahu wa ta'ala ajeti fundit, ve men ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kush bën, çka bën një të mirë, që peshon sa grimca, ai do ta gjejë atë. Kush vepron, kush bën një të keqe, sa grimca, ai do ta gjejë atë. Thuhet se ky ajet
ka zbritur në rastin e dy njerëzve në jeti fundit. Kush e bën një punë e mirë sa grimca ka me gjithë, kush bën një punë e keqe sa grimca ka me gjithë, thuhet se ka zbritur në rastin e dy njerëzve, por me vepra të kundërta. Njëri që ka dhënë sadaka, ka dhënë bukë, urme, ka dhënë, po pastaj ka thënë jo. Ka thënë kjo nuk është sadaka e mirë. Nuk është vepra e mirë, ka thënë. Për vetë ka thënë. Sepse ka sadakaja e mirë është ajo që jepet që ti më së shumë t'jeton. Wa anfiqu mimma tuhibbun, dhe jepni pra asaj që ju e duni. Jo me i mbledh ato përllëqet që kanë metë në qohë që ty nevojite, a ta shpoja u hapi unë e fukarave nevojtarve. Jo. Wa anfiqu mimma tuhibbun, thot Allah, dhe jepni pra asaj që ju e duni. Çka do ti? Do parën, do të veturën, do të deshën. Një gjë që ti e shfrytëzon e kek dhe ti shumë e do. Dhe thoi këtë du dhe këtë hapi për Allah. Këtë du, këtë hapi. Kjo ka thënë sadaka e mirë. Kjo ka thënë vepra e mirë. O me ya'mal mithqala dharratin sharran yara, edhe ai tjetri ka bo gjunahe të mdoja, ka thënë asë se kurgjës është kjo. Kurgjë nuk është kjo, janë gjëhet vogla, i ka minimizu gjunahat. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala ka zbit këtë jetë kuranon për rastin të dy njerëzve. Kush e bën një të mirë, sa grimca, edhe pse ati i duket e vogël, ti duket e vogël, po sa shkë kur gjë, ka mujt me dhanë më shumë, po, ma dhe aqke ke dhanë, ki me gjithë. Edhe aqke ke bo, ki me gjithë. Sa dhe që vepra e mirë të jetë, do t'a gjesh, t'i ka lasme. Po edhe keqe, sa dhe që e vogël të jetë, do t'a gjesh, do t'a shohësh. Në ditë kur do dalish për Allahut, të bareke wa ta'ala. Ibn Kathiri, rahimahullahu ta'ala, në lidhje me ajetin e fundit, i cili ajet, si çdo ajeti të vëllë kjo ajet shumë duhet lexohet, të meditohet, e të mendohet rreth këtij ajeti. Se jemi të stërgarkuar me gjunahe, me punë, me akte, vepra negative, e na mungohet punë të mira, vepra të mira. Thot, kjo ajet do të është një paralajmërim për ata që në vlerësojnë veprat e vogla. Është një paralajmërim për ata që në vlerësojnë veprat e vogla, fëmi ya'mal mithqala dharratin khayran yara. E bona pa me kur që së është, ai gjë e vogël e bona. Mos e në vlerëson. Mos e në vlerëson. Po që është nga ato të këqija. Mos i minimizon. Ai që bën jetë mirë, thot sa dhe e vogël që t'jetë, ai do t'a gjejë për para ti ditën e gjykimit. Po ashtu ai i cili bën jetë keqe, sa do e vogël që t'jetë, ai do t'a gjejë atë për para ti. Prandaj Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Buzëqeshja jote para Allahut tënd musliman, që për ty është ndoshta kurgjës si vepër, por tek Allahu është një vepër shumë e madhe. Mos e në vlerëso veprat e mira. Mos e në vlerëso sadaka qoftë edhe me një urë. Mos e në vlerëso sadaka qoftë edhe me një buzëqeshje. Mos e në vlerëso veprën e mirë, edhe pse ty duket e vogël, mos harro se Allahu është shumë i madh. Dhe se ajo bëhet për Allah, dhe shpërblimin tek Allahu do ta gjesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, të cilë hadith e përmend dhe ti Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, ruajuni prej gjunaheve të vogla. Kujdesuni, keni kujdes në gjunaheve të vogla, sepse ato gjunahe të vogla grumbullohen mbi një lion derisa të shkatërrohen. E vogël, sot e vogël, nesër, 5 vjet e vogël, 10 vjet e vogël, 20 vjet e vogël, ajo ishte e vogël. Ama gjatë gjithë këtyre viteve u bë shumë e madhe. Pse? Për shkak se një gjuna që me vazhdueshmëri përsëritet, pastaj bëhet i madh. Prandaj, la tanzur ila sigharil ma'siyah. Mos shiko se sa i vogël është gjunaji. Walakin unzur ila 'azamati ma tahsin.
Po shiko se se i madhë është ajë për cilin t'je më kato. Shumë njerëz gjyrahet e vogle ka shkatru. Pe gjyrahet e vogle ka qëllë gjyrahet e mdoja. E gjyrahet e mdoja, ka qëllë kufër në mos besim ali ato bila. Ka ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos e në vlerësoni as një fëmijë. Qoftë ajo edhe ti takoni vëllezërit tuaj me fytyrë të buzëqeshur. Buzëqeshja para Allah ta mos mos sadakat. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ne. Të ty duket kurrë, po tek Allahu është e madhe. A di pse është e madhe? Pse i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshjes para Allah ta musliman. Në moment, dushtë Allah ytë po përballet me lloj shqetësime, brenga, probleme të ndryshme shpirtërore. Mërzi e madhe që ka kapluar zemrën e tij. Dhe është një gjendje të randë. Dhe në moment kur ti ati buzëqeshesh, buzëqeshja ytë fut gëzim në zemrën e tij. Buzëqeshja ytë e fut optimizëm në zemrën e tij. Buzëqeshja ytë e gjallë zemrën e tij. Në momentin më të vështirë, ti ja lezove shpirtin zemrën atij. Ty nuk kushtoj kur gjë, ama zemrës atij kushtoj shumë. E prandaj, mos e në vlerëso se ti ka është shumë e madhe, që o buzëqeshja jote, do që ta u bosh kak sebeb që vllai yt i cili e kishte për qëllim mas një ore të bon vetvrasje, buzëqeshja yte u bo sebeb që ai ta heqe që mendim të rëndë. Se që ka fshihet në gjoksin e ti dhe problemet që ai i ka, të cilët ai përballë ti nuk e di. Por kur ti atë përshëndet, e takon me buzëqeshje, me një fjalë mirë, me një selam, ti ja zbut zemrën atij në momentin kur atij është kurcu. Ti ja qetëson zemrën atij në momentin kur i është i gërsu. Edhe ti tash më bën sebeb qatë mendim tonë që kishte me shku xhenem o liatu bilal, ti u bën sebeb me buzëqeshjen tënde me larguat dhe mos me kryq atë për çatë. Që se di atë, ka jedi, kam parë se gjitha që di, Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, mos e në vlerësoni. Imam Kurtubi rahimahullah në Al-Jami l-Ahkam al-Quran ka thënë kështu. Ky ajet, pra ajeti i fundit të surës Zelzele. Ky ajet që ka zbritur me rast të këtyre dy njerëzve, është ndër më gjithë përfshirësit e Kuranit. Ndër ajetet më gjithë përfshirësit e Kuranit. Ai përfshin pra ky ajet çdo lloj pune, të vogël apo të madhe. Ky ajet i përfshin të gjithë punët të mëdha të vogla. Habdazi, shehurazi, gjithë. Dhe ky ajet gren shpresën e besimtarit se asgjë e mirë nuk humbet. Njerëzit mund të ta harrojnë. Sa herë dëshpojemi, nuk ma di, sa i kam dimu, sa i kam bëhu. Allahu nuk ta harron. Nëse njeriu ta harron, Allahu nuk ta harron. Nëse njeriu nuk jep principe për stanët mirë, Allahu nuk e harron. Pra kjo jetë, gjithashtu, jep shpresë besimtarit. Pa marrë, ti vetëm bëne për Allah. Se e qenë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe një të kohë thot kjo jetë, gjallë, frikë në zemrën e njeriut se asë një mëkat, sa do një vogël që të jetë, nuk shikë. Edhe atë. Qoftë për punë të mira, qoftë për punë të këqija. Gjithashtu përmend fjalën e Hasan al-Basriut rahimahullah, ku thotë Allahu i lartësua fuqiploti nuk ka lanë pa përmendur asnjë të mirë apo të keqe. Qoftë ajo edhe sa pesha një të rrëtë. Ska ka. Kjo e ti përshim të gjithë. Nuk ka vepër e madhe dhe vogël e mirë e keqe, kjo e jetë të mos e përshim. Sepse është gjithë përshirës. Dhe fjallën e fundit Imam Tabarani në cilën e krymë, thëtë do me thanja është se kush bën do një vepër. Sa do e vogël që të jetë, ai do të shohë shpërblimin ose dënimin e saj.
Kjo përfshin çdo gjë që bën njeriu. Sepse Allahu nuk haron asgjë. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dhe Zoti yt nuk është ai që haron. Allahu nuk haron. Robi mund të haron, po Allahu nuk haron. Ai ruan çdo gjë në librat e veprave. Çka kemi bërë është e regjistruar. Për Allahu subhanahu wa taala është mëshiruesi dhe është falës. Për veprat e këqija duhet të pendohemi dhe falet të kërkojmë. Veprat e mira duhet të shtojmë. Veprat e këqija të tjerëve tu ambulojmë. Për shkak se krejt ato veprat e këqija që i ke bërë dhe i ke mbuluar. Në ditën e ahiretit Allahu ka më thënë, atë kujtohet filan vepra e robit ta që ti e fshije në dynjë, unë ty sot ta fshije këtë botë. Shkon xhenet. Lutu Allahu që të falet për veprat e këqija të bëra të së kaluarës, të dashme, të ardhmes. Dhe për ato vepra të këqija që ti i unë ne i kemi haruar. Dhe Allah kërkoj për te të më falish gjunahet e bërë, që i di dhe që nuk i di, me qëllim dhe pa qëllim. Ti e i cili falë, dhe ti e i cili e do falje, dhe ti e i cili kërkon që kërkon falje. Andaj kërkon falje, dhe shpesojmë falje dhe mëshirën tënde. Lusë Allahu subhanahu wa taala që kjo sure të zelzele, të dëshmon për ne jo kontralisht në ditën e ahiretit. Lusim Allahu subhanahu wa taala që gjunahet të ne i falë. Veprat e mira të ne i regjistron, e në peshon e veprave tona të mira të ne i ruan, të ne i regjistron. Lusë Allahu subhanahu wa taala që të rrugën e drejtë të na drejton. Zemrat tona me iman të ne i pushin dhe kulon. Lusë Allahu që xhenet të firdaus me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.